Organizata e veteranëve të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës ka njoftuar se protesta e radhës në përkrahje të ish-krerëve të UÇK-s do të mbahet më 13 dhjetor në sheshin Skënderbeu në Shkup. Gazmen Sylla nga OVL e UÇK-s ka thënë se ende s'ka marrë leje nga shteti i Maqedonisë së Veriut. Sylla e ka quajtur të papranueshme deklaratën e kryeministrit të Maqedonisë së Veriut, Kristian Mickoski, rreth protestës së 13 dhjetorit në Shkup në përkrahje të ish-krerëve të UÇK-s që po mbahen në Hag. Ne kemi shpall protestën, kemi marrë pjesë protesta ka më zhvillu me ose pa, është e pa drejt, me na pa mundësu, do të thotë mbajtja asaj proteste. Edhe herë po e përsëris, janë drejta që do të thonë drejtësia, liria, diniteti, këto janë drejta universale, do të thotë, nuk janë që ndash më politizuar në asnjë rrethon, asnjëherë. Prandaj edhe zoti Ali Ahmeti atje ka konfirmuar që protesta do të mbahet. Ne i ftojmë qytetarët me na bashku atje. Ka qenë ndoshta edhe kërkesë e bashkëluftarëve tonë atje, po edhe gjithë shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut që mendohen një protestë në Shkup, edhe ne jemi të gatshëm me bëni gjë të tillë. Kështu që shihemi të shtunën në ora 13 me datën 13 në sheshin Skënderbeu në Shkup. Kryetari i BDI-s Ali Ahmeti ka thënë se protesta në përkrahje të çlirimtarëve që do të mbahet më 13 dhjetor në Shkup do të jetë zë i fuqishëm i qytetarëve që kërkojnë drejtësi. Përmes një reagimi në Facebook, Ahmeti tha se lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës ishte dhe mbetet e drejtë, çlirimtare dhe e mbështetur nga bota demokratike. Ai po ashtu bëri thirrje për pjesëmarrje masive në këtë protestë. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Kristian Mickoski dje ka kundërshtuar një protestë të paparalajmëruar nga OVL e UÇK-s, duke e quajtur lëvizje të gabuar të Ali Ahmetit dhe tha se shpreson që vlen nuk do ta mbështesë një protestë të tillë.